Ç'është fjala? Ç'është komunikimi? Këto janë ca mendimet ashtu që më lindën kur lexova një post, një shkrim në Facebook që më kënaqi në çdo fjalë. Ku fjalët janë të rezervume, janë të kursyme, janë të përdorme me vend. Edhe po mendoj, ç'është fjala? Ç'është komunikimi? Fjala është një veprim që ka bërë çdo lloj njeriu që ka qenë gjendje të flasë në këtë botë. Çdo ditë, çdo orë, çdo sekond në jetë jetëve. Dhe prap, gjoja më elementare që ne se kemi mësu kur. Nuk e kemi mësu kur. Ndaj, njerëzit prishen me njëri tjetrin. Luftrat bëhen për arsye se ne s'dim të komunikojmë. Familjet ndahen për arsye se ne s'dim të komunikojmë. Ne lejmë emocionet të kontrollojnë veten tonë. Të pëndohesh pastaj po do të jetë tepër vonë. Thjesht se flasim para kohe, se s'dim të kontrollojmë fjalen, bohemi viktim e asaj që duhet jetë tulli, themin e tulli jonë, ai elementi, ajo mjeti, ajo vegla, ajo gjeta, duhet jetë vegla jonë për të komunikuar. Vëllezër e motra. Njerëzit në këtë botë janë gjithë një lloj, por e keqja janë është se ne flasim kur s'duhet flasim. Thami ato që s'duhet thami se nuk flet. Qenja jonë, nuk flet ndërgjegja jonë. Po ç'është fjala? Fjala gabimisht për ne duket sikur është rrëfimi i diçkaje që ne kemi në kokë, që ne kemi në shpirt, që ne kemi në zemër tek tjetri. Edhe ne harrojmë që fjala nuk është, komunikimi nuk është që të zbrazësh liçenin që ke mrena, por është sa i shërben dhe sa nevojë ka ajo gotë për shembull për ujë në shishës. Nuk derdhet shishja mbi një gotë thjesht, se shishja është plot. Në qoftë se edhe gota është plot me ujin e vet. Në qoftë se gota është bosh, edhe ka nevojë për ujin që ke ti në atë shishe, ti mund të zbrasësh atje. Por në qoftë se ajo gotë është plot, edhe ti do zbrasësh shishen që ke plot mbi atë gotë, ti zbras shishen kot se s'ke çmush gotën. Gota s'ka vend. Edhe thu pastaj, pse s'më dëgjojnë fjalën mua? Edhe shef për shkakun më lidhesh në një vend me shokë dhe me miq, edhe sa po fillon të flasësh ti, dikush kthehet dhe fillon të flas me një tjetër, edhe ti vritesh. Ç'patën ata? Pse s'më dëgjojnë fjalën? Për arsye se ata ishin plot, s'kishin mundësi dot për atë që do thoje ti. Pra duhet me pas kujdes kur njeriu flet, se çfarë po flet, se ke nevojë të thush diçka që se ma mrena moti dot, apo se do të thosh diçka që ka nevojë ai që po dëgjon. Biseda, komunikimi në këtë botë është komplet gabim. Ka qenë gjithmonë gabim, edhe ka për të metë për një kohë shumë gjatë gabim. Sepse ai që flet kujton se është për atë që flet. Kur ti flet është për atë që dëgjon. Çfarë ai ka mundësi të dëgjojë?
çfarë ai ka mundësi të kuptojë dhe ka nevojë të dëgjojë dhe ka nevojë të kuptojë. Është si sistemet për shembull në kompjuter që ta merrni vesh. E ke për shembull një program, një mendim, një ide, e ke një program në një kompjuter të ri që sapo ka dalë, sa shit, ai ka një Windows e zën 15 dhe 20, se nuk e di çfarë Windows janë ato, por ti do të fusesh aty të shkërkosh një program tjetër, nuk e merr ai kompjuter, është i vjetër, nuk ka më vend. Kështu janë dhe truret e njerëzve, kështu janë dhe shpirtët e njerëzve, se cili ka botën e vet, ka hallët e veta, ka sikletet e veta, edhe mundet mos ketë më vend për atë që do të thush ti. Me fjalë të tjera, vëllezër e motra, komunikimi është një aftësi që fitohet në jetë kur ti bëhesh i ndërgjegjshëm për atë çka thu, kujt e thu me kë flet, kur flet. Për shembull në këtë botë ka njerëz që shkojnë edhe ngrejnë një botën pesh kur flasin si orator, në për podiume, në për universitete, në për qytete kur dalin përpara njerëzve si udhëheqësit karizmatik, por shkojnë pastaj në shtëpinë e tyre dhe nuk e dëgjon fëmijë e tyre, nuk e dëgjon gruaja e tyre, nuk e ndjen kushëritë e tyre, por vetëm qofse bëjnë sikur e gjejnë, se mund të kenë nevojë për momentin. Pse ndodh kjo, vëllezër motra? Pse ndodh kjo? Kur ti mund të flasësh para një bote të tërë, edhe të dëgjon, po nuk të dëgjon njeriu jot më i afërt, për arsye se ti haron që ti kur komunikon duhet komunikosh e të thush e të shprehësh atë që ai ka nevojë kur ka nevojë, edhe me gjuhën që ai don kur ai e don. Turma ka ardhur të dëgjoj ty atje. Universiteti ka ardhur të dëgjoj ty atje. Dhe pret flasësh ato që ti the. Por në shtëpi mase, gruaja jote, motra jote, vllai jot, miqtë tu që kanë ardhur atje, nuk kanë ardhur për të dëgjuar atë lloj mendimi, ndoshta kanë hallet e veta, problemet e veta. Pra duhet të kesh kujdes se në këtë botë nuk është i rëndësishëm për njeriu që flet ajo që ai ka tru, por si e thot dhe kujt e thot atij që ka nevojë të dëgjojë atë në atë moment. Kur ti je në një grup me njerëz, edhe flet çdo sekond se mendon që fjolla jote ka pesh, mendimi jote është më i madh, më i nevojshëm, më i vlefshëm. Ti bëhesh si ai lumi i rrjedhshëm rrebesh që merr përpara çdo gjë, edhe jo si vesa e hollë ujit që bjen kur sa po shmjell fare në tokë, edhe toka e thith. Unë prap flas komplet si e gruaja femër që kërkon pjellërin, që thith ata, që do të përsjell jetën. Falni, se unë shprehet i bëj kot për ato krahasimet, pa i merdhin, trus kam shpej. Edhe një herë, vëllezër e motra, miq e shok, njerëzit e mëdhenj, si Einsteini për shembull, ata janë të mëdhenj jo se flasin me fjalë të mëdha, me shprehje që vetëm njerëzit që lexojnë libra e dinë, por se gjonat më komplekse i tregojnë thjesht, për mendjet më të thjeshta, edhe jo gjonat më të thjeshta i komplikojnë, e i sofistikojnë, që s'ka as profesor universitetesh t'i kuptojnë. Thjeshtësia është karakteristike gjenive, dhe kjo është arsyeja
që në shumicën e rasteve, po që se vjen për shembull një profesor, edhe flet me një grup njerëzish në një fabrik, në një uzinë, në një ferm, ai dëgjohet 2 minuta, respektohet për titullin që ka, por pastaj njerëzit kanë qenë bisedojnë me njëri tjetrin, i lodh biseda me ta, sepse është sfilitje, është sakrificë për të mush një tru që se man atë lloj bisede, por ai që ditë flasi thjesht, të qeshi me ata që qeshin ata që dëgjojnë, të dhempi me ata që dhempin ata që dëgjojnë, ai dëgjohet. Kur s'ke për të fol, kur s'ke për të thënë diçka që të gjithë e kuptojnë, hesht. Edhe po heshte, njerëzit do të kthehen pastaj, edhe të lutën ty të thush një fjalë, vetëm qofse hesht, edhe do të përpin fjalën tate sa ko që ti nuk abuzon edhe pastaj nuk ditë përshosh. Por në qoftë se ti shkon edhe fillon edhe flet, se mësu të flasësh, ato do të kthejnë kurrizin, do fillojnë të flasin me njëri tjetrin, do të gjojnë me pa dëshirë, hesht, edhe do të lutën ata të flasësh, edhe do të gjojnë me shumë dëshirë. Komunikimi vlezër e motra është gjoja më e vështirë që në kurse kemi mësuar dhe pse flasim çdo ditë. Sami Gjoka ju përshëndet. Edhe gjithmonë kur bëhem gati ta mbyll, se që më bën një marifet ky telefoni edhe nuk më lejon ta mbyll, tash e shaf po e mbyll, mirupafshim.